Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar dhe të medjave, të dashur qytetar, qeveria jonë nga ditët e para pas zgjedhjeve të dhjetorit ka qenë e qartë dhe vendosur në prioritetet e saj. Një nga 5 vendimet e para të qeverisë së re ishte edhe miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion eurosh. E kjo me qëllim të mbështetjes së familjeve për të përballuar më lehtë barrën e rënduar të çmimeve të larta që na vijnë si pasojë e krizave dhe tronditjeve globale. Pakoja për përballje me inflacionin 2.0 parashihte mbështetjen e pensionistëve, fëmijëve, studentëve dhe punëtorëve në sektorin privat. Ky është një premtim i bërë qartë para qytetarëve dhe një zotim që ne e kemi marrë me përgjegjësi të plotë. Prandaj, për ta jetësuar këtë zotim, në muajin e kaluar e proceduam në Kuvend të Republikës për miratim dhe rishikim buxhetin i cili do të siguronte fondet që do të mundësonin zbatimin e pakos për përballje me inflacionin 2.0. Kur rishikimi i buxhetit u paraqet në Kuvend për votim me procedurë të përshpejtuar, për çfarë nevojiteshin 2/3 e deputetëve të pranishëm, bloku opozitar e bëri të vetmën gjë që din ta bëj tash e sa kohë, pra bllokimin. Edhe pse në debat parlamentar pak ditë më parë, bloku opozitar kishin kërkuar që qeveria të dilte në mbështetje qytetarëve, kur erdhi momenti për të votuar, vendosën të pengonin pakon e cila do të ndihmonte secilën familje. Përderisa kostoja e jetesës po vazhdon të rritet si pasojë e krizave globale, bloku opozitar tash krenohen me faktin që pamundsuan qeverinë ta miratonte një pakon mbështetëse, duke mos pasur konsideratën më të vogël për vështirësitë me të cilat qytetarët përballen çdo ditë. Mirëpo, të gjendur përballë kësaj situate, qeveria jonë nuk mund të qëndrojë duar kryq. Unë kam kërkuar nga Ministri i Financave që të shfrytëzojë çdo mundësi buxhetore për të dizajnuar një pako për përballje me inflacionin ashtu siç jemi zotuar. Qytetarët e Republikës duhet ta dinë dhe gjithmonë duhet të llogarisin se qeveria jonë dhe e tyre nuk do t'i lërë kurrë vetëm, pavarësisht pengesave apo blokadave që të tjerët mund t'i vendosin në rrugën tonë të përbashkët. Prandaj, sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj për pakon për përballje me inflacionin 2.0, të cilën e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si vijën. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Meqense për pensionistët dhe fëmijët nuk do të ketë nevojë për aplikim, sepse i kemi listat e përfituesve tashmë, do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabartë në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme dhe besoj që për këtë Ministri do të mund të prezantoj detaje tjera në vijim. Jemi të vetëdijshëm se në mungesë të buxhetit të rishikuar, i cili u bllokua nga bloku opozitar, kjo pako të dashur qytetar nuk i adreson të gjitha problemet dhe nevojat, por sadopak lehtëson barrën për secilën familje në vendin tonë. Sepse për dallim nga bloku opozitar, qeveria jonë është qeveri që kujdeset që dora e shtetit të prek secilin. Jemi qeveria e vetme
e cila ka dëshmuar se mendon për hallet e secilës familje në Republikën e Kosovës. Sot gjithashtu kam kënaqësinë të ndaj edhe një lajm të mirë për të gjitha gratë lehona. Në qeverit para nesh nuk ishte bërë asgjë për gratë. Për 20 vite qeverisje të partive të tjera, askujt nuk i kujtohet as edhe një mos e vetme që ishte bërë për të mbështetur gratë. Kurse ne vetëm për një mandat kemi subvencionuar punësimin e grave, kemi mbështetur me subvencione e grante vajzat dhe gratë që merren me biznes. Kemi lansuar masën qeveria për familjet, ku shumica e të punësuarve janë gra. Kemi mbështetur me bursa të gjitha vajzat dhe gratë që kanë studiuar STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri e matematikë. Kemi nisur apo ndërtuar 74 qerdhe të reja për të lehtësuar barrën e përkujdesit fëmijëve, barrë e cila bie mbi proporcionalisht mbi gratë. Kemi shtuar programin e vizitave në shtëpi për gratë shtatzëna. Kemi nisur e pastaj i kemi rritur shtesat për fëmijë e shtesat për lehona, para të cilat transferohen në llogarinë bankare të nënës, si dhe shumë masa e veprime të tjera në mbështetje të grave. E super lajmi që dua të ndaj sot me ju është se nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. Përderisa me qeverisjet e kaluara, shtesat për lehona ishin 0 euro. Thuaj se ky shtet nuk kishte nëna lehona, për herë të parë me qeverisjen tonë, e nisëm ato duke paguar nga 107 euro për 6 muaj me radhë për lehonat e papuna dhe 3 muaj për ato të punësuarat, mbi pagesën që tashmë e marrin sipas ligjit punës. E thamë se shtesat për lehona do t'i bëjmë aq sa do t'jetë paga minimale. Shtesat e nisëm aq sa ishte paga minimale, 107 euro në muaj, pra aq sa i gjetëm pagën minimale, kurse në maj të vitit kaluar, nga 107 euro në muaj shtesat i rritën në 325.9 euro në muaj, aq sa i binte paga minimale neto. Pra kjo para një viti. E si vjet, pagën minimale rritën përsëri. Nga 1 janari është 425 euro në muaj, kurse nga një korriku ajo bëhet 500 euro në muaj. E njësoj si kurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu si kurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojë mbështetjen mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar, përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën bebe. Kurse për nënat lehona të punësuara, kjo përkthehet në mbështetje prej 1.500 euro, për te pagesave të cilat u takojnë atyre sipas ligjit të punës, 70% e pagës nga punëdhënësi për 6 muajt e parë dhe 50% të pagës mesatare nga shteti për 3 muajt e tjerë. E për ta dëshmuar se nuk ndalemi kur vjen puna te mbështetja e grave, shumë shpejt do të lansojmë edhe programin Super Puna për gratë, përmes të cilit të gjitha gratë do t'i mbështesim duke u paguar për 6 muaj tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. Ju faleminderit e tash vazhdojmë me pikat e para për mbledhjen e sotme, duke nisur me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbalive dhe transkripteve të mbledhjeve 8 dhe 11 dhe ekstraktet e procesverbaleve të mbledhjeve 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, ekstraktet e procesverbalive dhe transkripteve të mbledhjeve të përmendura janë shpërndarë në linkun e materialeve të kësaj mbledhje të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vrejtje, ju ftoj për miratim, kush është për. Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.
Pika e dytë është shqyrtimi i draftit të raportit vjetor mbi inspektimet. Të nderuar kolegë, para jush paraqes draftin e raportit vjetor të zyrës së inspektorit përgjithshëm për vitin 2025. Ky raport pasqyron hapat konkret që janë ndërmarrë për ta bërë sistemin e inspektimeve më të rregullt, më profesional dhe më të dobishëm si për qytetarët ashtu edhe për biznesin. Qëllimi kryesor është që inspektimet mos jenë të rastësishme apo të ndryshme nga një institucion tjetrin, por të bazohen në vlerësimin e rrezikut në procedura të qarta dhe në standarde të njëjta për gjithë vendin. Kjo nënkupton më shumë siguri për qytetarët, më shumë drejtësi për bizneset, pastaj më pak hapësirë për arbitraritet apo për trajtim të pabarabartë. Gjatë vitit 2025 janë realizuar mijëra inspektime në sektor të ndryshëm, përfshirë mbi 78.000 inspektime nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, mbi 5.900 nga Inspektoriati Mbikëqyrjes Tregut dhe mijëra kontrolle të tjera në fushën e shëndetësisë, sigurisë sanitare, transportit, arsimit dhe mjedisit. Krahas kontrolleve është punuar në harmonizimin e ligjeve, riorganizimin e trupave inspektuese, trajnimin e inspektorëve dhe digitalizimin e proceseve, me qëllim të rritjes transparencës dhe uljes barrës administrative për bizneset të cilat e respektojnë ligjin. Nëse nuk keni ndonjë koment, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e Komisionit Pranimit për pozitën e kategorisë së lartë drejtuese, drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Investimeve dhe Eksportit. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike propozon emërimin e Komisionit të Pranimit për kategorinë e lartë drejtuese për pozitën e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë së Investimeve dhe Eksportit, i përbërë nga përfaqësues institucional dhe ekspert të jashtëm. Ky komision do të zhvillojë procedurat e rekrutimit në pajtim me ligjin për zyrtarët publik dhe rregullorën për procedurën e pranimit në shërbimin civil, me qëllim garantimin e një procesi profesional, transparent dhe të bazuar në meritë. Për më tepër e ftoj Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike, zotëri Lulzën Jagjiun, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra. Në përputhje me kompetencat e Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike, si edhe në zbatim të paragrafit 5 të nenit 48 të ligjit numër 08L-197 për zyrtarët publik dhe paragrafit 3 të nenit 14 të rregullorës numër 07/2025 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, propozojmë për miratim emërimin e Komisionit Shtetëror të Pranimit, i cili emërohet ad hoc për çdo pozitë në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Emërimi i këtij komisioni mundson zhvillimin e mëtejnë të procedurës së rekrutimit për pozitën drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Investimeve dhe Eksporteve. Meqenëse se faza e aplikimit është përmbyllur, qëllimi kryesor i këtij komisioni është vlerësimi profesional, objektiv dhe i paanshëm i kandidatëve që kanë aplikuar për këtë pozitë, duke garantuar një proces të drejtë, transparent dhe në përputhje me standardet ligjore të shërbimit civil. Prandaj, kërkojmë miratimin tuaj për emërimin e Komisionit Shtetëror të Pranimit me qëllim të vazhdimit të proceseve të kësaj procedure të rekrutimit në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ju faleminderit shumë. Faleminderit Ministri Jagjiu, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e katërt është shqyrtimi i kërkesës për shpalljen me interes publik për bartjen e pronës komunale në pronësi të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit për zhvillimin e parkut industrial dhe teknologjik në komunën e Gjilanit. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit propozon shpalljen me interes publik të bartjes së pronës komunale në Gjilan për zhvillimin e parkut industrial dhe teknologjik. Ky projekt synon krijimin e infrastrukturës moderne për zhvillim ekonomik, tërheqje të investimeve, mbështetje të prodhimit vendor dhe hapje të vendeve të reja të punës, duke kontribuar në zhvillimin rajonal dhe forcimin e kapaciteteve industriale të vendit. Për më shumë, ftojmë Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit
zonjën Mimoza Kusari Lila që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit paraqet sot për shqyrtim propozim vendimin për shpalljen e interesit publik dhe bardhjen e pronës me qëllim të zhvillimit të parkut industrial në komunën e Gjilanit. Ky propozim është në përputhje me kornizën ligjore për pronën publike dhe prioritetet zhvillimore të Qeverisë së Republikës së Kosovës për zhvillimin ekonomik dhe industrial të vendit. Qëllimi i këtij vendimi është sigurimi i bazës pronësore për zhvillimin e një projekti me interes të veçantë strategjik për Republikën e Kosovës, i cili do të kontribojë drejt për drejt në mbështetjen e bizneseve vendore me kapacitet prodhues dhe eksportues, nxitjen e investimeve të huaja me fokus në hapjen e linjave të prodhimit në Kosovë dhe rritjen e vlerës së shtuar vendore, qasjen më të lehtë për bizneset në zinxhir më të gjerë rajonal dhe ndërkombëtar të vlerës, krijimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin industrial më të qëndrueshëm dhe të pastër nga aspekti mjedisor. Kosova mund ta zvogëlojë deficitin tregtar duke rritur prodhimin industrial, kapacitetet përpunuese, prodhimin me vlerë të shtuar dhe konkurrueshmërinë eksportuese. Pikërisht për këtë arsye, pashët industriale janë një nga mekanizmat më të rëndësishëm për të arritur këtë transformim ekonomik. Propozimi është përcjell me dokumentacionin e nevojshëm, përfshir kërkesën e komunës së Gjilanit për themelimin e zonës ekonomike, studimin e fizibilitetit për zonën ekonomike në Livoç të epërm, si dhe dokumentacionin përkatës pronësor dhe kadastral. Po ashtu, deklaroj se ky propozim ka kaluar të gjitha fazat procedurale të parapara me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij propozim vendimit, thras kolegët e mi që ta miratojmë këtë propozim me rëndësi të lartë për zhvillimin ekonomik, nacional dhe rajonal, duke marrë parasysh edhe vetë vendodhjen e komunës së Gjilanit në një trekëndsh midis Kosovës, Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Gjithashtu kryeministër dhe zëvendës kryeministra, më lejoni t'ju uroj sot 100 ditëshin me vendime kaq të mëdha për qytetarët e Republikës së Kosovës. E di se gjithë do dorim ta kishim një situatë tjetër, por sidoqoftë janë të arritura të mëdha. Faleminderit. Faleminderit ministre Kusari Lila, e do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i kërkesës për ndarjen e mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 3.4, kupon ushqimi për familjet në nevojë në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike. Ndarja e mjeteve buxhetore në vlerë për 1 milion euro synon mbështetjen e familjeve në nevojë përmes masës 3.4, kupon ushqimi në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike. Mjetet transferohen nga programi ringjalljes ekonomike në departamentin e skemave sociale dhe do të përdoren për mbulimin e kostove sipas thirrjes së shpallur për përfitues. Për më tepër e ftoj ministrin e financave, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Siç e theksoi kryeministri, bëhet fjalë pra për një thirrje e cila ishte shpallur më herët pra përgjatë vitit fiskal të kaluar, para pra përfundimit të vitit fiskal, mirë po meqense procesi nuk ishte arritur të përmbyllej, ndarja buxhetore e vitit të kaluar ka skaduar dhe tani duhet të bëhet të rindahet pra sipas këtij viti fiskal apo me ligjin buxhetor të këtij viti, në mënyrë që të përmbyllet procesi. Mirë po gjithsesi, me që ndërkohë kemi pasur pra edhe ndarje të portfoliove dhe të përgjegjësive pra në 2 ministri që kanë derivuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, pra mjetet ndahen tek Departamenti i Skemave Sociale në kuadër të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare në mënyrë që të ekzekutohet si vendim. Faleminderit. Faleminderit, e do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e Komitetit për Partneritet Publiko-Privat. Emërohet Komiteti për Partneritet Publiko-Privat i përbërë nga përfaqësues të institucioneve kryesore qeveritare me qëllim forcimin e koordinimit dhe mbikëqyrjes së projekteve strategjike të partneritetit publiko-privat. Komiteti do të ketë rol kyç në shqyrtimin dhe avancimin e projekteve që synojnë përmirësimin e infrastrukturës, shërbime publike dhe zhvillimit ekonomik përmes bashkëpunimit nëpërmjet sektorit publik dhe atij privat.
Lidhur me këtë propozim e për më shumë detaje ftoj sërish Ministrin Murati që ta marrë fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, pra bazuar në nenin 16 paragrafin 2 të ligjit për partneritet publiko-privat, paraqes para jush propozim vendimin për emrimin e Komitetit për Partneritet Publiko-Privat, pra Komitetin Ndërministror, i cili përbëhet prej anëtarëve të përhershëm si në vijim. Ministri i Financave kryesues, zonja Mimoza Kusari Lila, Ministre e Ministrisë së Industrisë, Tërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit antare, Dimal Basha, Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit antar, Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë antare dhe Elbert Krasiqi, Ministër i Administrimit të Shtetit Lokal antar. Pra, ky vendim e zëvendëson vendimin e mëhershëm që kishte përbërjen e qeverisë së kaluar, pra gjatë mandatit kaluar. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi propozim vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës së Ministrisë së Industrisë, Tërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit për shpronësim për interes publik të pronave shoqërore Virginia dhe Metaliku, që janë në menaxhimin dhe administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, se preken nga ndërtimi i zonës industriale në komunën e Gjakovës. Vazhdon procedura për shqyrtimin e kërkesës për shpronësim për interes publik pronave i shoqërore Virginia dhe Metaliku në Gjakovë, të cilët preken nga projekti për ndërtimin e zonës industriale atje. Pas trajtimit teknik dhe ligjor të dokumentacionit dhe konsultimeve me institucionet përkatëse, është konstatuar se janë përmbushur kriteret ligjore për vazhdimin e procedurave të shpronësimit në përputhje me dokumentet e planifikimit hapësinor dhe legjislacionit në fuqi. Projekti synon krijimin e hapësirës së nevojshme për zhvillim industrial, tërheqje të investimeve dhe hapje të vendeve të reja të punës në komunën e Gjakovës. Ftoj Ministrën e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pasolli Dalipi, që ta marrë fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar ministra. Qeveria e Republikës Kosovës po i hap rrugë një prej prioriteteve, prej projekteve më të rëndësishme zhvillimore në komunën e Gjakovës, që është ndërtimi i zonës industriale, që do të krijojë kushte të reja për investime, prodhim dhe punësim. Kërkesa për iniciimin e procedurave të shpronësimit për interes publik të pronave i shoqërore Virginia dhe Metaliku, të cilat administrohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe preken nga realizimi i këtij projekti strategjik, janë shërtuar me prioritet nga Departamenti i Shpronësimit dhe kanë konstatuar se kjo i përmbush kushtet ligjore për vazhdimin e procedurave të shpronësimit. Me këtë vendim, Gjakova po hyn në një etapë të re të zhvillimit ekonomik, ku zona industriale do shndrohet në hapësirë të rëndësishme për bizneset prodhuese, investime dhe krijimin e vendeve të reja të punës për qytetarë. Andaj, të nderuar kolegë, kjo është shumë e rëndësishme dhe prandaj ju ftoj edhe ta votojmë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Pasolli Dalipi, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet dhe të pika të ndryshme e kemi çështjen për Ministrin e Financave, Hekuran Murati, të cilën e prezantova në fillim të mbledhjes së sotme. Faleminderit të nderuar kryeministër, pra siç e paralajmëruat në hyrje të fjalimit tuaj, si pikë të radhës tek të ndryshmet, pra kemi propozim vendimin për miratimin e pakës për përballje me inflacionin 2.0, me masat si në vijim, pra mbështetje të njëhershme për përfituesit e skemave pensionale, sipas pra listës së pagesave të muajit maj të këtij viti, për mbështetje pra të njëhershme për të gjithë fëmijët që janë përfitues të skemës së shtesave për fëmijë, për të gjithë punësuarit e deklaruar në muajin prill, pra me të ardhura mujore më pak se 1.000 euro që nuk janë në listën e pagave që paguhen nga buxheti i shtetit. Pra këto është sektori privat dhe sektori tjetër pra publik, por që është jashtë organizatave buxhetore, pra përfshihen shoqëria civile, por edhe ndërmarrjet publike dhe organizata tjera, pra që nuk marrin pagë nga buxheti. Si dhe pra mbështetje edhe për të gjithë studentët aktiv dhe të rregullt në vitin akademik 2025-26 në institucionet të arsimit të lartë në Kosovë, që përmbushin kriteret për përfitim sipas këtij vendimi. Pra, marr parasysh rëndësinë e kësaj pakoje për të mbështetur
të gjitha familjet në Republikën e Kosovës, të cilat pra në këtë kohë përballen me kostën e rritur të jetesës si pasojë e krizave dhe të rënditjeve globale, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq e përmbyllim mbledhjen e sotme, siç tha Ministrja Mimoza në 100 ditëshin e qeverisë tonë. Mirupafshim.